Kryeministri, çka presni nga takimi sot? Porsa e përfunduam takimin me presidentin Osmani, lidhur me konstituimin e Kuvendit të Republikës në dritën e aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese. Afatet po rrjedhin në javën e fundit të korrikut. Duhet që ta kemi konstituimin e legjislaturës së nëntë. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re që i përgjigjet Kuvendit të ri të Republikës. Diskutuam gjëre gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përbërëse dhe tash zonja presidenti do të ketë takime edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike e mbase në fund do të mund shohemi se a kemi bërë përparim, sa kemi bërë përparim dhe sa është i mjaftueshëm një përparim i tillë. Unë besoj që duhet t'i japim shansën edhe takimeve të tjera dhe në fund të shohim se cili është progresi për cilin jemi të interesuar që të gjithë. Faleminderit. Keni propozime të reja për